Disa prej antarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë komentuar për insajderin rezultatin e zgjedhjeve. Ish-deputeti Arben Gashi ka deklaruar se ka dëgjuar se Lumir Abdigjiku ka dhënë dorëheqje nga posti i kryetarit të partisë. Një koment më na jap lidhur me rezultatin e LDK-s në këto zgjedhje, kush mendoni që duhet më jap përgjegjësi? S'kam koment derisa dalin rezultatet e kandidatëve për të pastaj flas. Okej, a mendoni që zotri Abdigjiku duhet më jap dorëheqje pas rezultateve preliminare? Në do këtë që ka vonë. Në mbledhje të partisë do të diskutojmë të gjitha këto. Për momentin nuk jam për publikun. Andeshëm. Kush mendoni që duhet më arë në krye të LDK-s? Në mbledhje të partisë do të diskutojmë. Të falenderoj shumë. Ndërkaq, nënkryetari Gazmend Muhaxheri i ka dalë Abdigjikut në mbrojtje. Deshta me ta lyp një koment për rezultatet e fundit të LDK-s në këto zgjedhje? Valla, s'kam koment hiç. Kush është përgjegjës për këtë rezultat? Për përgjegjës është krejt struktura e LDK-s, krejt aktivistat tonë, që kjo është. A mendoni që duhet më jap dorëheqje zotri Abdigjiku? Jo, nuk mendoj hiç. Ndërsa Vlora Dumoshi ka refuzuar të komentojë pavarësisht se më herët kishte deklaruar publikisht se Abdigjiku duhet të jap dorëheqje. A mundesh më na dhoni koment lidhur me rezultatet e fundit të LDK-s në zgjedhje? Valla, nuk kam asnjë koment. Tash, asnjë koment. Pa koment, jo. Pse? Pse s'keni koment? Nuk kam koment.